Ju përshëndes nga Muzeu i Masakrës të fshatit Krushë e Madhe. Tash në ora 18, domethënë edhe pak, bëhet shpërndarja e librave rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe. I kisha lut gjithë intervistuesit me orë me marrë librat, por edhe tjerët. Por i kisha lut edhe gjithë tjerët që s'ka dhënë intervista, mos ngurroni bre, nuk keni me jetu more gjithmonë, baca tem ka vdek si dëshmitar, baca Baram ka vdek Xhelal Doraku, shumë dëshmitar tjerë. Mëse boni për veti, bone për nipa, për stërnipa, për breza që vinë. Ja kjo për shembull, megjithëse nuk penjo, kjo a unë gjalla ka vdek, mi për me pas dhënë intervistën, nesër pas nesër e shej nipi, e stërnipi, unë e kom qef me pa gjyshen teme, ose bab gjyshin. Po nuk e kom, se s'kan ekzistu në atë kohë. Me gjithë dëshirë e kisha po, edhe ju, do me thonë, këtë kuptim nisi, lani diçka brezave që vinë. Edhe këto foto, për shembull, ta shëndesin gjithmonë tu. Nuk ka qenë lehtë me mla. Çdo punë, do me thonë, e ka vështirësinë prapa. A këto babës po kom sjell këtu, qelsët në gjep setës që ka pas djegen, kjo hoxhës, gjatë zhvarrimit ja kom zar. Edhe e herë ju lusë, kur s'ka dhënë intervista, numrin e Irfanit Ramadanit, që ku e kini këtu, Irfan Ramadanit 045 540 076. Lajmëroj të ky, jep në intervistën, mos ngorroni. Ka hek shumë profesori, kanë hek shumë studentët, ka hek Berati shumë, vllau e shumë tjerë, dhe me thonë, për me arrit mu kry kjo punë. Dhe me thonë, vështërsi sepse duhet bashkëpunim. Edhe vetë Varrezë, dhe me thonë që sot duke ndryshe i kanë pas, vështirësit i kanë pas prapa. Sa herë kom qenë unë me Kadri Dollovën në Armetlijen, në ministrije, për këto Varrezë. Jo veç unë, po dhe shumë tjerë në angazhu. Është angazhu dikush, sot për më duke kjo po mje ndrysh. Këto pemë që janë mjallë, edhe në dikush kontribut. Bashkëpunu në këtë drejtim. Ja, profa veç, të shoh atje pas ka ardhë bashkë me Valdetin, djalin e mjeshtrit madh të instrumentve muzikore Armetlijen Shaqir Hoti. Tash do shpërndahen librat. Edhe për këto foto dishdukrëve, edhe këto dikush u angazhu që i ka të bua. Zoti i madh. Edhe njëherë, kush nuk është intervistu, mos ngorroni, lani i natit jo pse je tek, hiq mëse boni për vetë, boni për breza që kanë marrë. Sot me shkuna për shtetet zhvillune ki, muzeume ki, arkiva, sepse kanë punu ata në drejtim. Që Kadri Dollova ka vdek, po falë Kadrijës janë shkruan krejt e amnet, mbi amnet, datë lindjet, edhe i ka rujt profa dhe në vendos në plak. Alon t'i shka profa.